Kështu thot pyetja e parë. Selam aleikum, i nderuar Aga Hoxh. Pse thirrën Yexhuxhët dhe Mexhuxhët? Pse kanë emrin kështu, domethënë Yexhuxhët dhe Mexhuxhët? A janë njëjtë apo dy lloj krijesash? Apo ndoshta Yexhuxhët mashkull, Mexhuxhët femna? Allahu na ruaj dinin neve muslimanë dhe na mbrojt nga kafirat. Të përshëndes. Filan Fisteku, nuk e zbuloj me emrin, nga Tetova. Aleikum salam wa barakatuh. Yexhuxhët edhe Mexhuxhët janë nga bita e Ademit. Janë krijesa, sikur që na jemi krijesa dhe ato janë krijesa. Krijesat të cilët kanë formën e tyre, fizionominë e tyre, vendbanimin e tyre, kanë edhe tregimin e tyre, kanë edhe kohën kur kanë jetu dhe kur kanë ndodhia e tyre, që përmendet dhe përshkruhet në Kur'an. Pastaj edhe përshkrime tjera që në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka përshkruajt disa përshkrime që kanë të bëjnë me ata para ditës së gjykimit. Dhe janë shenjë nga shenjat e mëdha të ditës së gjykimit. Emri Yexhuxh dhe Mexhuxh nuk do të thotë as dallim gjinore, as se janë dy krijesa të ndryshme Yexhuxh dhe Mexhuxh. Yexhuxh dhe Mexhuxh janë dy fise të ndryshme që jetojnë në një vend dhe në një pozitë gjeografike. E që e kanë një gjë të përbashkët, e ajo është që nuk kuptohet vetëm nga fjala e tyre. Yexhuxh rrjedh nga fjala ejsheje ujuhu në gjuhën arabe. Nëse hapim fjalorin, leksikon në gjuhën arabe, do të shohim atje në detaje që tregojnë shkakun e emërtimit të këtyre dy fiseve me këto emra. Rrjedh nga fjala kur zjarmi e merr atë hovin e vet dhe skuqet. Ejsheje, ejnar, thuhet kur zjarmi merr hovin dhe skuqet dhe bëhet i fuqishëm, që mundet me bo shumë dobi kur shfrytëzohet për dobi dhe mundet me bo shumë dëm kur shfrytëzohet për dëm. Fatkeqësisht zjarmi dhe keqja dhe ajo energji negative e Yexhuxhëve dhe Mexhuxhëve shfrytëzohet në dëm të njerëzimit, në shkatrim, në përçarje, në vrasje, në gjakderdhje dhe kështu me radhë, sikur që përshkruhet në surën Kehf tregimi i tyre me Dhulkarnein alayhis salam. Dhe në bazë të një tiparit të keq që e kanë ata, pra që ku shkojnë shkatrim, prishin, kallin, dhezin, mbysin edhe dëmtojnë, bazë të asaj edhe janë emërtu këto dy fise Yexhuxh dhe Mexhuxh. Këto janë bërë bashkë, kanë bërë një koalicion, dhe së bashku dy fise veprojnë për ka e keqja dhe dëmshme njerëzimit. Për njëjtin qëllim. Dhe kjo është emërtimi dhe dallimi i këtyre dy emrave. Yexhuxh është një fis, Mexhuxh është një fis tjetër. Por për ka karakteri, pamja, fizionomia dhe qëllimi dhe synimi që e kanë dhe vendbanimi ku jetojnë janë barabartë dhe të njëjtë. Atëherë kam shumë pyetje rreth Yexhuxhit, Mexhuxhit, po çelëmisht po ti parashtoj se njëri hin film, po edhe në Ramazan kemi shpjeguar bajgi për Yexhuxhit. Këtë në YouTube e keni këtë. Janë në YouTube, besoj që atje më gjerësisht, por na mundohemi që shkurtimisht ata mbeten të pengum deri në ditën e gjykimit me një vend të panjohur për njerëzimin deri në ditën e sodit. Ka përshkrime paraforsysh ku mund të jetë pak a shumë ai lokacion. Dhe Dhulkarnein alayhis salam së bashku me fiset tjera kanë ndërtu atë pendën nga hekuri dhe bakuri dhe metalet tjera. Dhe do të thotë deri më ditën e sotit ata mbeten të pengum në një zonë të panjohur për neve dhe aty jetojnë dhe qarkullojnë në formë dhe në mënyrë që për neve në detaj nuk është e ditur deri më ditën e sotit. Kush do me dëgju këtë serial Yexhuxhëve dhe Mexhuxhëve, mundin lirish në YouTube me shkruajt Yexhuxhët dhe Mexhuxhët, Hoxh Muharrem Ismaili, i ka 6 pjesë, të cilat gjatë muajit Ramazan i ka shpjeguar Hoxha i nderuar.